Dhe këto janë punë bllokuara që do të shtohen për ditë. Prandaj edhe unë kam shkuar në gjykatën kushtetuese. Sepse nuk jam këtu për të folur për parimin e mossënimit të balancës mes pushteteve teorikisht, për mos ndërhyrjen e një pushteti tjetër në përbërjen e ekzekutivit teorikisht, për mosmarrjen e kompetencave të kryeministrit nga një prokuror i gjykatës teorikisht. Jo, unë nuk flas teorikisht. Dhe as nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë dhe as merrem me pse dhe si ata po merren me një dosje të caktuar për një antar të caktuar të kabinetit. Jo, unë flas për cenimin konkret të balancës mes pushteteve. Shit. Si se bëni këtë protest, ky me Arben Ahmetaj më plak. U këtë po të kishte ngritur ky zërin kaq shumë me Arben Ahmetaj do thoshte ky është i sinqert. Apo jo? Mos jam çmendur unë, ka një koment, ka një komentues që është dakord me mua, nëse ky e kishte ngritur zërin kaq shumë për Arben Ahmetaj, atë do thoshja Rama ka të drejtë. Po ky bir kurve Arben Ahmetaj e mori e bëri leck. Dërgoi sojnë e Sorolopin e Spakut, e tërë zarbot e Spakut, sa e torturoi dhe gruan e Arben Ahmetajt, vajti ati i nxori bojnë Arben Ahmetajt, e degeneroi Arben Ahmetajt, ky birbosht, që Ben Ahmetaj s'kishte firmosur në asnjë ofertë korruptive, as në incinerator, në asnjë. Beni mund të ketë vjedhur, hajdut është, nuk po them Beni është djalë i mirë, por problemi është që pse nuk e trajtoi dhe Arben Ahmetajt me të njëjtin dashuri që ka për Belindën? Pse Arben Ahmetaj ishte zëvendës kryeministër, ishte i njëjti pozicion që ka sot Belinda. Apo kam gabim, zotrinj? Si ka mundësi, pra, ky sot po flet me pastërti më të madhe, imagjinoje si mund të flas një drogaxhi që ka hequr gjysmë kile miell të bardhë nga hunda, i ka hequr mustaqja shtrëmbur, është ulur në sifonin e Ales dhe shpreh sinqeritetin e tij me popullin shqiptar, me popullin që e ka vënë në zyrën më të lartë. Po! Wow. E çuditshme. Është vërtet e çuditshme, njerëz, e çuditshme. Për ndërhyrjen konkrete, brutale, në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit, mua në këtë rast, dhe nuk thot gjëkundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit, apo sipas tyre, sipas nevojës, edhe prokurorët e gjykatësit. Dhe edhe më konkretisht mbylla gojën tash, flasun. Do të dëgjova aty të flasun. Në çdo vend perëndimor që ne pretendojmë të integrohemi, ky bir kurve na ka thënë deri dje që drejtësia është e pavarur. Besoni drejtësinë. Pasi ne kemi thënë që drejtësia është e këtia. E kupton. Tani, në çdo vend perëndimor që ne do atribojmë, do futemi pjesë e perëndimit, kur ngrihet një akuzë, kur ngrihet një thashë them, jo akuzë, po një thashë them me sens, me kuptim. Atëre ministri jep dorëheqjen. Kryeministri e thret në privatësi dhe i thot që të lutem jep dorëheqjen, pra privatisht. Dhe ministri shkon jep dorëheqjen, edhe kryeministri thot që ka qenë burr i mirë ky, thot. Djalë si ky s'ke pa ndonjëherë, pra i bën qefin. Është kulturë, edukat. Dhe të hapet rruga për investigim, për hetim nga drejtësia. Kaq o plak. Ky ka zabra në hora, qora, legena, për të marrë sa doj t'i zërvëndin Belindës. Barua në horat e PS-së. Sa të dua shka nga dhe. Sa Belinda ka PS-ja, e Horra ka PS-ja, e Hajdut ka PS-ja, e Mastrubus ka PS-ja, beton, çdo njeri e bën një sakrificë për të firmosur për Ramën.
le të bëj disa miliona dhe bën 3-4 vjet burg o plak, se burgu në Shqipëri nuk është shumë i vështirë. Derisa po e bën Erjon Veliaj, nuk është i vështirë. E kupton? Nuk është shumë burg i vështirë. Burg i vështirë është këtu. Këtu po ai tregohu çik sa trim je. Këtu do shikoj Rama, sa trim është. Kur të vi këtu, kur ta vën me Gjonin në një dhomë. Edhe Gjoni është ja 400 pound, i zi si kongjil. 400 pound. Boksier. Bodybuilder. Akoma, pastaj, flasë se si prekja e gjithë këtyre blokon punët në sektorin përkatës, në sektorin përkatës, ku hyn ajo marrëveshja me Kanadan, që e përmenda dje. Marrëveshja me Kanadan, o plak, po sa problem është. Po ku është kjo linja? Kanada Vlorë, Toronto Vlorë, te aeroporti që u mbyt, nga shiu, hajde zagara qenë, këta e në hora, o plak. Hora. Dhe jo pa qëllim, dhe e përmenda pikërisht edhe sepse më vjen plasja që u bë kaq kohë që përpiqemi mishe me shpirt që të hapim ato fluturime transoceanike për Shqipërinë dhe një marrëveshje e parë fantastike për shumë shqiptarë që jetojnë në Kanada, po jo vetëm për ata, na bllokohet sepse na Duman, o legend! Edhe një që na u dha rastin e të ikim me aeroplan direkt në katunarve, të ikim me aeroplan nga New Yorku ose nga Toronto të vim si garipa, si qka pëllun pilin që ti na i preve, mor, na fute Belinda brenda, na le pa aeroplan, mor, la. Vetëm Belinda merr vesh ka këto pun. Po thoe, mor, plak. Po thoe, mor, obzoti. Se na plasë shpirtin, mor, kelpsir. Po thoe, mor, ke gjusë more që po flet aty. Thoe, mor, vla, që e kam këtë për të mirën tuaj. Prandaj ti, Duman Legeni, iq dorë nga Belinda. Iq dorë nga Belinda. Lëre Belindën të vjedh, lëre Belindën të marrë 100 milion të tjera dorën tjetër. Lëre Belindën se ka dashnor, ka dynjan për të paguar. Lëre, s'ka problem. Vetëm të na vendos linjën nga Toronto, nga New Yorku, që ne të vim si garipa të zbresim aty në Rinas, dhe të na merrni dollarët, të na i këmbeni dollarët me gjysmë çmimi. Lare o plak. Po folo Ram, po folo bir kurve, folo o kërmë, o qelpsirë, folo gjë ndyrë, o gjë pështirë. Kusha e femër që fle me ty, më kërmë? Del, ky shkop në rrota. Dhe besoj që sa shpjegova, dhe sa po shpjegoj këto ditë, je përgjigje edhe pyetjes, po mirë, pse nuk e heq ky ministren dhe ja ku zgjidh edhe ky problem bashk me gjithë litarin që i bëhet kular këmbëve të atyre sektorëve duke bllokuar punën. Jo, sepse heqja e ministrin të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen. Jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i çbalancimit pushteteve, që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim të formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje, mund të hiqen pa vendim të kryeministrit, dhe thjesht mjafton një masë sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeverit, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeverie. Ja pse kam shkuar unë në gjykatën kushtetuese. Aq pas ke qenë mos pak. Po ti pas ke qenë e gërsir mos pak. Ti pas ke qenë e gërsir mos pak. Po s'të vjen keq po $50 milion vodhja ja më plak. Po ku gjesh shqiptar sot mos ketë vjedhur $50 milion? Belindën gjithë ati, që është femër. Belindën, ua! Pa si mërë s'pak e bëre këtë mërë s'pak? Pa si më ngredh akuz Belindës ti mërë ti? Ajo ka vuajtër më, ka që në kamp e përqëndrimi më plak. Ajo është e persekutuar më burë.
është mbesa e Beqirit më plak, e një budallaj tjetër që qëndroi besnik Enver Hoxhës sa i futi plumbin, e kupton o ti spak. Si mund të ngresh ti akuzë kundra Belindës më zotri? Për $50 milion, ku ka sot shqiptar pa vjedhur $50 milion? Ku gjen shqiptar sot? Të tërë janë me $50 milion në bankë. Të tërë kanë vjedhur më plak. Ku gjen pensionist sot të varfër? Ku gjen sot më plak? Janë të gjithë pasanik. Plaka ime më dërgon lek mua nga Shqipëria, na mo djalë thot. Na mo se kemi këtë, na ka hapur dyert këtë gjithë. E kupton. Spaku pa pik turpi vete i ngre akuzë Belindës, i shqetëson kryeministrin, e lë kryeministrin që të marrë gjysmë kile drogë brenda një ore, i jep stres Belindës, që është në monopauza, i shkakton sëmundje Belindës, për çfarë? Për $50 milion. Për çfarë janë $50 milion? Një qime bythe i ka kjo ato. Edhe ne. E kuptoni logjika e këtia o plak. Qa logjike më burë. S'do ikin dot shqiptarët e Kanadas nga Toronto në Rinas direkt, sepse po iku Belinda do kolapse çdo gjë. Ua! Ku je moj opozit, ku je? Prandaj unë ulëras për ty moj opozit. Prandaj më ulëras, po ju qengeni më kërma se ky kërmë. Se po t'ishit ju të sakt, zotalinit këtë zagar, të fliste këto, t'jepte këto argumenta ignorantësh. Të vjen keq kur flet para një populli që kujton se është popull ignorant. Ua, e të mërshme. Baroje regjia, baroje. Dhe japse kjo betej institucionale, as pak politike, për të hequr të parin pezullim në botë të një ministri në vendim gjykate, nuk ka as një lidhje fare me emrin e vetë ministrit. Qarë të thuash? Qarë të thuash? Qarë diskutosh më? Qarë diskutosh më? Shikoni sa njeri paci, për shikomër që argument, shikomër si ju trajton, më nuk, sikur ju s'kuptoni më la, sikur ju të trash. Thotu nuk bëri mirë që drejtësia, sepse drejtësia do bëhet penges nesër, do i fryet dumanit nesër, ose kush tjetë të vënd dumanit, e do kap një ministër tjetër andej. Pra, kjo nuk është mirë se Belinda ka qelsin e sekreteve. Belinda ka gjithë sekretet e ndërtimeve të linjave aerore, të linjave nëntoksore, në ndeceve. Belinda ka qelsin e artë. Qelsin e artë në dorë. Wow. Kjo është poshtërim. Është poshtërim pra të vjedh, të bastardon, të shkatron, dhe të vjen dhe të thot, të mbushte mendje që ti je fajtor.